Përshëndetje Arbëri dhe Edrini, parada për sot i të llojit gomari dhe akulli. Na ishte njëherë një gomar I lodhur që nuk kishte fuqi të ecte as deri te Grazhdi. Ishte dimër dhe bënte shumë ftohtë dhe të gjitha rrugët ishin të ngrira. Unë do të ndalem këtu, tha gomari, duke u shtrirë për tokë. Një trumsak I uritur I ul plan dhe I tha në vesh: "O gomar, ti nuk ke ulur mbi rrugë, por mbi një liçen të akullt, ndaj bëj kujdes." Gomari I thekur për gjumë lëshoi një gogësim të madhe dhe ran të flejë. Por nxehtësia E trupit të tij nisi pak nga pak të shkrijë akullin, derisa duke kërcitur, akulli u thye. Kur u gjend në ujë, gomari u zgjua I alarmuar, por tashmë ishte tepër vonë dhe mbyt. Morali I kësaj fabule është: kur nuk kujdesesh ku ve këmbën, mund ta thyesh atë.